Dërsa e ftuara jonë sot të ndëruar shikues është Vala Shasivari, e cila vjen me librin Më shumë se thonjë, ku trajton bazat e manikyrit, kujdesin dhe përvojën profesionale në këtë industri. Pra, me të do të flasim për rëndësinë e edukimit profesional në estetik, për trendet më të fundit edhe sfidat e këtij profesioni që po fiton gjithnjë e më shumë interes. Kështu që do ta përshëndesim Valën, mirë se erdhe Val. Mirëmëngjes, Fonza. Faleminderit për ftesën. Libri do të promovohet nesër, po urime. Faleminderit. Unë pak a shumë po ata mundësi me shpjetu edhe vërtet janë informacione të cilat duhen t'i dinë sikur profesionistët, po edhe për neve si konsumues të këtyre shërbimeve, janë informacione që ja vlen me i ditë pak ma shumë. Po, patyshim që është mirë mi ditë edhe publiku edhe profesionistët, se thojtë, kur flasim për thojtë, na e mendojmë produktin e fundit që e shohim ngjyrën ose dizajnin, në prapavi është normal një punë shumë e madhe që bëhet, unë për pregaditjes të produkteve profesionale, si dhe pajisjeve, do me thonë që duhet me qenë nivelli higjienës, standardi ma i larti, më konë sterilizume, dezinfektume në nivelin ma duhun. Po ashtu më bosh edhe psikologën të avëlinë, edhe shoqe ngushtë edhe gjithë shka, kështu që për shata edhe jam vendet ku ka shumë diskutime, temat të ndryshme ka temat të ndryshme, po, shumë e vërtet. Vala, ka 21 vjetë që e bën një... Po, tash 21 vjetë bën përvoj pune, po. Okej, po fillimisht përpara se me fol pak për librin, po du me ditë, qysh u inkuadrove dhe çka të ka tërhequr në fakt tek kjo industri? Në fillimet, ku po flas vitin 2004-2005, ndoshta e kom dash gjithë trajtimin e thojve dhe i kemi mbajt në atë kohë me llakat të ndryshme, a i frenë që qaq kena pas në atë kohë, një lak ka qenë, një treshe, një set, që unë e kom mbajt të në kohën edhe dizajnit i kena bo në atë kohë. Format që i kena pas edhe mjetit që i kena pas, nështë edhe më rëmojt sa kena vizatu lullet, pak të nune, e kom dash gjithmonë, edhe pse ajo së konë kërka me profesionin që e kom zgjedhën e për studime, pëden, po bashkohën e provimeve kër unë e kom pas stresin matë madhë, unë mullë marë me thoj, edhe jëmë relaksu dhe jëmë qëtësu. Kështu që se kom paramdu ndështë asë njëherë që kam u po profesionin jem kryesor. Po kom vazhdu... Te ke që dru 21 vjetë në këtë industri, kuptohet që ja ke po hajrin? Ja ku po hajrin, pa dyshem që ja kom po hajrin për të mirë. Edhe jo me lumëtën që kom bri me bo dhe një liber t'il që këtë përvojën teme me qitë me një top letër, përvojën teme shumë gjatë dhe aftësit e mija profesionale që i kom marrë jashtë vendit dhe që vazhdoj mu aftësu hala. Po nëse është një zanat, mi tha, një profesion i cili ka nevoj për edukim të vazhdueshëm, sepse gjithmonë ka diçka të re në tred në këtë industri. Po, është e vërtet, estetika në përgjithësi, po ka marrë hap shumë të madh. Kështu që edhe industria e thojve është një industri që vazhdimisht ka inovacione që duhet mi përcjellë dhe me qenë inovativ të në kohën si për klientë, ashtu edhe për vetën tonë dhe duhet mi ditë trendet e fundit që ka po dalin. Po, kuptohet. Pra, nesër është promovimi, edhe titulli është intriguesa më shumë se thonë, pse e keni zgjedhur pikërisht këtë emërtim edhe në fakt cili është mesazhi që keni qef me përçu tek publiku? E thash edhe ma here, do me thonë, arsyeja pse edhe kom zgjedhë, do me thonë, produkti final që e shohim na, ajo estetik është e fundit që ka bohet në këtë industrinë. Paraprakisht kryhet një prapavim broapa që duhet të mendosh për higjiene, nivelin higjienës, dezinfektimin, sterilizimin e mjeteve, kështu që pos estetikë, pos kësaj pjesës shëndetësore, është edhe pjesa e estetikës që ti mund është pa fund me bo artë, më thoj, edhe me dalë jashtë vetit me eksploru, kështu që nuk është veç thoni si thu, do me thonë që ka pëndodhë. Po, është libri parë, nuk kam dëgjuar ndonjëherë që ka një libër tjetër, të paktën prej autorëve në Kosovë që ka shkruar për thonjt, për shëndetin e thonjeve në përgjithësi, deri tek ato finesat e fundit që mund të jenë dizajnat. Është libri parë në Kosovë. Kur ke momenti kur ti e pe që është e nevojshme me pas një libër i cili dedikohet edhe këtë rast profesionistëve, sepse flet për metodat, për të kaluarën e kësaj fushë deri tek modelet e reja që janë tash. Si ide kom pas gjithmonë për normal valët e jetës të marrim përpara dhe nuk gjen kohë, po e pas të arsyeshme se si profesion, edhe pse tash shojmë që këto profesione veç po shkojnë drejt formalizimit, edhe pse jo mos me pas këtë përvojën teme, me nda me publikun, edhe pse jo mos të mbet në tarme letë bohet, letë mundet në fute edhe në kurikulat e shkollave profesionale, që edhe profesionistët ta kanë afer.
Interesant kjo, Val. Kryesisht pra ka informacione bazuar në përvojën tonë personale gjatë këtyre 21 viteve, po i pash disa fotografi prej se thonjë është të vjetra, me siguri që keni hulumtu edhe keni kërku edhe me pas se qysh ka qenë kjo në të kaluarën. Po, pa tjetër. Pjesa është kapitulli i parë, pjesa historikut që edhe na vetë kena mësu shumë, unë dhe redaktoria ime që e kemi bo dhe më ka ndihmu, kena mësu shumë edhe në kohën e historisë, edhe në kohën e lashtë që shumë kujdesë, sa e rëndësishme ka qenë edhe në atë kohë kujdesi i thojve. Nuk është vetëm tash në kohën moderne bohet, po është e manhitshme që kam përdore dhe çfarë vajra, çfarë bana kam përdorë në atë kohë për shërimin e thojve, qoftë për mirëmbajtjen e tyre, për ngjyrën, shtresat e popullatës që shënda dhe shoqërore në bazë ngjyrave që i kanë mbajt në thoj. Ka të regunat këndështë edhe klasin edhe statusin kështu social, statusin social edhe shoqëror, nivelin e shoqërisë. Po, libri është ndarë në 4 kapitull? Në 4 kapitull është ndarë, po. Kapitulli i parë është historiku, kapitulli i dytë që unë e konsideroj si kapitullin më të rëndësishëm. Kjo është kapitulli i dytë është më i rëndësishëm? Më i rëndësishëm, po besoj profesionalisht, po është pjesa ku futet edhe pjesa shëndetësore që ta dim sa është e rëndësishme, do me thonë, thoni nuk është veç si produkt, po na takon gjithmonë shëndetin tonë. Edhe është pjesa higjienës edhe mirëmbajtjes edhe e smundjeve të thojve që na si estetist duhet me ditë ku e kena një kufi edhe cilat thoj mundem mi trajtu edhe cilat duhet mi udhëzu të profesionistit e doktori pa dyshim, cilat gudzojmë jo krejt thojt munden mu trajtu. Po, kuptot. Sa ka ndryshuar në përgjithësi perceptimi për kujdesin ndaj thonjeve? Kuptot nga një nevojë estetike në një çështje që lidhet pastaj edhe drejt për drejt me shëndetin? Muj me thonë që ka ndryshu, po e jo dhe shumë, edhe pse po shpresoj që kjo në tarmen ka mi ndryshu, sepse pjesa e thojve nuk është vetëm regullimi ose vendosja e një ngjyre çfarë do që thosht, sepse regullimi i thojve atakon drejt për drejtjet dhe shëndetin tonë, që kjo është shumë e rëndësishme, janë hapa që na duhet si profesionistë edhe ti mësojmë dhe ti dim as parti si të mbrohemi vetë, sepse na shohim në përlajmi çdo ditë shprapjen e virusave dhe smundjeve të ndryshme që janë edhe vdekjepruse. Na mundemi më kone edhe barce, po mundemi shumë letë edhe mu infektu, për këta arsye edhe kapitulli 2 është shumë i rëndësishëm, ku tregon mas parti hapat e punës ose mjeteve që duhet mas parti estetisja t'i ketë për veti, për shembull, mos punoj pa dorza, se na nuk e dim kënde kemi në tavëlin. Edhe është pjesë kur punohet i kutikula, pa dyshim që kena ka herë edhe gjak, kështu që duhet më konë shumë kujdesshme, mas parti të e mbrojt veten, mandej edhe klientin. Do me thonë që gjithmonë duhet pastruar, sterilizuar në këtë rast, sterilizuar mjetet, pa tjetër, është mëse domosdoshme. Në çfarë masë mendoni se profesionistët e manikyrit edhe pedikyrit në Kosovë ka nevojë për edukim të vazhdueshëm, në këtë rast në aspektin shëndetësor është më e rëndësishme? Po, edukimin atam që është pos inovacioneve, edukimi është i obligueshëm që duhet në konë ton kohën i vazhdueshëm edhe mu vetë eduku nëse s'ki hapsina dhe s'ki ko. Tash ka metoda, ka mënyra, nëse personalisht nuk mundesh me marrë pjesë me trajnimet të ndryshme, literaturë ka të mjaftueshme. Ka kurse të mjaftueshme, ka edhe literaturë. Në Kosovë ka salone që punojnë me standarde shumë qarta, apo ka edhe pre atyre që e neglizhojnë higjienën komplet me vedije ose pa vedije. Shpresoj që kjo standard duhet të ndryshoj. Ajo që ka është me mira që më pëlqej është libri e trajton edhe infeksionet mikotike edhe ato bakteriale për cilat po flet edhe ti. Sa në përgjithësi jemi të informuar për rreziqet që mund të vinë nga këto probleme shëndetësore nëse bartën prej një klienti tek një klient tjetër. Edhe kuptohet që këtu higjiena që përmendet ti ka shumë rëndësi. Qërës mundjet infekcionet e ndryshme, zdo me thonë që jemi nga barqet kryesore, si estetiste, po duhet me ditë mi trajtu ose mi udhëzu klienti, nuk është me rëndësi veç me krye dhe mi mbulu që ka do që kena. Rastet kryesore jonë të infekcioneve mikotike jonë në thojt e kumbe, cilat, muj me thonë që 80% e njerëzve e kanë, pos moshave të ndryshme, tash e kanë edhe moshat e reja, shka këpucave, qëndrimit gjatë në kom, ato bohën ose dëmtimit fizik që mundër mja bo edhe na vetë estetistët gabimet që mundemi mi bo. Po duhet të trajtohen, pa tjetër që duhet të trajtohen, duhet të udhëzohen të dermatologu apo të profesionisti adekuat.
Pastaj edhe mjetët që përdorën vala, përdorën për secilin në mënyrë sidomos tek myshjet. Po. Ju e përmendët që ju nuk jeni barzë të drejtë për drejta, por për shembull nëse përdorën pajisjet e njëjta tek një kliente e cila ka myshje në thoj, ato mund të bardhen pastaj tek një kliente tjera nëse ka mungesë tigjerës këtë rast. Po, myshjet do me thonë janë infeksione të mikotike që janë tepër lehtë transmetuese dhe bardhen. Do me thonë është pas që bartë për klientit në klient, është e rëndësishme që edhe nëse dikush i ka edhe në shtëpi duhet me pas kujdes, edhe me anëtarët e familjes që mjetët e preshtet e thojeve mos t'i doan me kërkon familje, sa janë nëse nuk trajtohen, është fjala. Po duhet me qenë një përdorimshe ose gjithçysh të realizume. Po, gabimet më shpeshta që ti e shen pas të punës tënde të përditshme tek klientët e rëndon të për shembull si puna ime, gabimet ato më të shpeshta që ne i bëjmë në kujdesin e përditshëm ndaj thonjeve? Po mendon estetistët që i bojnë apo klientët? Jo, edhe klientët, dhe me thonë se ka njerë mundemi me ja vështërsu edhe punën e juja. Nëse për shembull unë nga njerë kur mu durimi mundemi hekë vetë ose me dëmtu ma ndje edhe atë pjesën atë shtresën që kam betë poshtë gjelit ose... Se për shkak të jetës dinamike shumica dhe klientëve të mia nuk kanë durim ose nuk presin ose se gjejmë terminin e duhur të përshtatshëm i hekim vetë thojt. Do të thonë ajo është hekje fizike që ti momentin që i hekë shkatron komplet plakën e thonit ose thojtë këmbëve i prej ngabim, mandej ndodhin plot probleme tjera direkt po që i pastaj në mesh ose po edhe ajo që është problem shumë i madh mandena trajtim shumë i gjatë, edhe pse tash këto raste po trajtohen shqyr zotit kë inovacioni nuk po heken më në mënyrë invazive si përpara kanë shku te kirurgje dhe vetëm e kanë hek thonin në mënyrë të tmeshme që ajo kon mandej vështirësi po në mënyrë dëmshme. E tash ato raste trajtohen komplet, në studion temi trajtoj ato komplet merr kohë, duhet me qenë shumë e disiplinume edhe klientja për aftercare që ka duhet me bosh procesi gjatë, po shërohen edhe trajtohen. Po si mundeni mandej një profesioniste si puna jote me dallu një problem, mandej një problem që është estetik prej një problemi që është pak më i thellë dhe mandej kërkon një trajtim pak më profesional prej ekspertëve të shëndetit. Po. Ndoshta edhe prej përvojës punës, flanzas, po di, unë për veti kam pas rast ndoshta edhe kliente që i kam 21 vjet dhe i kam besnike dhe ti me kohë ja kupton edhe thonin edhe ngjek, kam pas rast që e kam vret ose e kanë ndru dietën diçka në ushqim ose edhe masi e kam referu për me bo analiza se ja vren ndryshimin e strukturës tonit. E vren, këtë ndoshta e merr me përvojë të punës e mëson edhe asishne, po secilin ndryshim që do këtë dyshim, pa dyshim që nuk guxon me prekas, duhet me trajtu ose me udhëzu klientin te dermatologu. Disa nga problemet e tha që mund t'i trajtoni edhe ju, sa kanë duri mandej këtu klientët, këtë rast pacientët, sepse janë të e marrë një shërbim që kërkon trajtim? Po, kryesisht ky problemi që lyp kohë më tepër është pjesa e pedikyrit, sidomos te sezona e verës. Zakonisht mundohemi me shty. Ka fillu tash apo? Ka fillu. Mundohemi me shty këto trajtime, me fillu në shtator që se thoni nuk duket i hishëm masi trajtohet edhe heket pjesa që duhet mu trajtu. Kështu që i lojmë sezonën masi të përfundon sezona. Po kanë durim ato që dojnë me mbajt një thutë shëndetshëm stashoritë dhe vedisimi i klienteve. Prej kohës që kanë filluar kanë ndryshim shumë të madh. Tash më bedisu edhe klientët që e shohin me sy, do me thonë myshqet shihen me sy kurse ki thonin mirë, dhe ajo vrehet e vren bet edhe klientja. Pra është një libër i cili do t'ju hyjë punë sa profesionistëve, gjithashtu edhe njerëzve si puna ime, sepse mund t'i lexoj edhe t'informohem edhe vetë kur jemi te kujdesi apo në përgjithësi tek shëndeti i thonjeve të duarve dhe të këmbëve. Po, qëllimi o bo që me qenë se secili libër e gjen lexuesin e vet, po është i mirë edhe për publikun, jo vetëm për profesionistat të ri, po është i mirë edhe për publikin sepse edukon edhe din mi dallu edhe smundjet e veta, ndoshta që ka edhe din ku mundet me intervenu dhe çka mundet me intervenu. Edhe kaq. Kjo është ajo mesazhi që ose ajo që ju kishi pas dëshirë që lexuesit ta marrin me vete nga përfundimi i leximit të këtij libri, shfletimit. Shpresoj, po qëllimi kryesor dhe që kisha ndi veten të përmbushme profesionalisht që kum kry misionin me këtë libër është nëse ngritet niveli standardit në për këtë studiot ose si për ato vajzat reja që e hapin studion e vet, se ato ekzistuese që janë mu ngrit standardi profesional. Po, libri promovohet nesër, pastaj të gjithë ata që duan ta kenë në raft
librave apo bibliotekat e tyre, mund ta gjejnë pastaj edhe në librarit. Po, në librarin Dugagjini, nesër bëhet promovimi, është prej orës 6, kështu që jeni ftuar. Faleminderit. Pa ka shumë e pash, po pëlqen edhe kopertina, po duket pastër edhe po duket bukur, edhe po duket kështu riç e mirë. Me vërtet, po. Po, shumë e bukur. Edhe më pëlqej mandej fakti që e keni ilustruar edhe me fotografi. Po, pjesa e punës praktike është hapas hapi e punuar dhe grafikuar krejt jon foto që i kemi realizuar vetë, ka zgjatë gati 6 muaj dhe sa i kena realizuar, unë jam pak detajiste, kështu që me ADN që i ka bëu grafitet, po. Po më pëlqen, pe këshillave deri tek pajisjet e cilat përdoren, në mënyrën se si mund të përdoren korrekt, në mënyrën e duhur, interesant libri. Mandej deri tek trajtimi, tash është koha. Po, themrat. I themrave. Çfarë preferohet kur jemi tek thembrat? Kam dëgju që nuk është mirë për shembull me përdor këto pajisjet të cilat konsiderohet që nuk janë të shëndetshme mi përdor si ato prese të cilat e bëjnë një gryrje pak më të thellë. Qysh është më mirë për shembull me tash kanë dalë pajisje të reja, edhe po ajo gryshja në formë zhiletit, nëse më thonë shumë e ashpër sepse e hek shumë stresat lëkures, edhe pse është i trashë kalloja, po duhet mu trajtu gradualisht që mos me hek gjithatë stres. Në shtëpi duhet me pas që ka mundi me bosh një skrab i vogël, për tash kanë dalë pajisje që shkon deri te polirimi i themrës, nuk është veç ajo e ashpra. Edhe kremat të ndryshme mi mbajt sa ma shumë të hidratume. Mi mbajt sa ma shumë të hidratume. Po tek trendi, nuk pe përfundojmë, pa më tregu që ka në trend që tash, qëfar të një, se të dyja ti pas kemi thonë të kuqë. Pas kemi të njëjta dhe kuqë, që kuqa është klasik, dhe me thonë frenqe dhe unë i kësha bojim plan, dhe me thonë, apetin me mës mi he kur. Kuqën i kësha mbajt të në kohën. Pas keshi është klasik në gjyra kuqa, nuk del kur për modës, e kuqa dhe frenqe. Trend që ka është, unë mendoj që për të është trend që ka do që ti të përshtatet edhe që të shkon. Po, influencojemi, po motivohemi, edhe tash prej modeleve të reja, rrjetet sociale, influencereve, nuk po flasin tash veç për vetëm këtu sepse po mas pati duhet me konë praktike, thojtë apëden, edhe pse gjatësia edhe rimbukur dhe dizajnin gjatësirin. Që për shembull, nuk kur ja u shot dikujna thojtë e gjatë, këto format që po jenë pak me maje, mu pëlqejnë shumë, po për vetë e kom të pamundën me mbajt. Edhe unë e kom pamundën, do shta pse jena noana dhe asë është e pamundën me mbajt, edhe pse trendi fundit tash janë këtë ngjyrat neutrale edhe thojtë sa ma shkurt edhe ma praktik. Val, faleminderit shumë për kohën që e ka ofru përshikues të programit të mëngjesit, na tregu pak më shumë rreth librit, më shumë se thonjë estetika e thonjeve dhe bazat e manikyrit, të cilin shikuesit dhe lexuesit mund ta gjejnë në librari, edhe po shpresoj që nesër librarin Dugagjini. Po, ka me shku mirë edhe mbar krejt shpresoj se është një ekipe tonë shpizbëtuse. Imagjinu, se po më mërmendja që paka shumë e ki një vizion se qysh ka me shku. Shpresoj që po, dhe pse është një ekip tepër e madhe që po punojnë brapa, e shpizbëtusit Dugagjini dhe libraris Dugagjini. Thotë sa faleminderit për ftesën. Knaci. Faleminderit shumë. Faleminderit, suksese, Vala. Faleminderit. Qëtu për e pres agronin. Hajde, agron si tash... Okej. Tash po qohëm jo për me përfundu, po për me ju tregu... Jo, po ata qef me kone dhe agroni, këto se në fillim nuk është... Pa qysh janë ato që vënohen si shtesa, ato... Tipsat, po më tregu e flonsa. Po, ata shpibojnë edhe mashkujt për mirë mbajnë, që është e dëmëzdëshme, prishtet nuk kom prerja e mirë, edhe pedikyri, edhe... Që unë si dash të shapsir mashkujve. Jo. Si dash të shapsir mashkujve. Po, një rast tjetër e bëj unë intervistën. Edhe konkurrishti për vetë. Jo shumë interesante se e pyeta dhe fllancën se tash po shoh të rifar detaja realisht, po nejse e di që i morën përgjigjet në intervistë. Edhe librin, urimet që e ke bërë librin ishte shumë interesant. Edhe kishte dhëna shumë mira interesante. Jena mundu apo ju duket e ai që kjo? Pak po duket. Jo, shpirt. Është modelja jeme. Është modelja jote, fotografisë, me vërtetë. Fotografi është. Okej, ti e pas ke sfiduar AI-n, domethënë, Që është no? Okej. Pra, është foto, modele reale. Modele reale. Domethënë, këto mundemi me taku dhe me ia dhënë dorën. Nesër, modelen edhe fotografin që du na më shpifrosin me përshëndet që i realizon këto fotografi për Gens Kona. Faleminderit, Vala. Faleminderit shumë edhe një herë të juve. Faleminderit.